Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë për një tregë të shpejtë dhe plot shije. Zakonisht recetat të cilat I paraqes në video recetat e mia janë për 6 persona. Nëse juve ju nevojitet më tepër, mund t'i dyfishoni të gjitha masat që unë I paraqes, por nëse keni nevojë për më pak, atëherë mund që t'i përgjysmoni të gjitha masat e paraqitura. Në total, unë këtu kam shtuar 500 gram mish viçi të vluar. Zakonisht, kur përgatis qofte ose pleskavica, preferoj që qepën ta bluaj imët në blender. Një qep më të madhe e kam shtuar këtu në një pjatë të hollë dhe gjatë, edhe do të vazhdoj tani që ta bluaj me këtë pjesën e blenderit. Vazhdojmë tani që qepën e bluar kështu imët ta shtojmë tek mishi. Tani vazhdojmë që brenda tek mishi të shtojmë 5 lugë gjelle me thërmia buke ose prezlla. Dhe për ta mbledhur mishin dhe për ta bërë top, duhet që të shtojmë edhe një vezë të plotë. Dhe tani tek mishi vazhdojmë që t'i shtojmë erëzat për t'ia shtuar shijen, por gjithashtu edhe për t'ia dhënë ngjyrën më të bukur. Fillimisht do të shtoj një lugë të mesme me piper të kuq. Vazhdojmë që të shtojmë një lugë të mesme me kryp për më shumë shije. Gjithmonë shtoj hudër në pluhur, si dhe pak piper të zi. Dhe tani vazhdojmë që të përzijejmë dhe ta ngjeshim. Sa më gjatë e ngjeshim brumin e qofteve, aq më të mira do t'ju bëhen. Unë do të vazhdoj kështu, duke e përzier dhe duke e ngjeshur dikon afërsisht për 5 minuta. Derisa të sigurohem se do të formohet një masë e mirë. Këtu afër vetes gjithmonë mbaj pak vaj, I bëj pëllëmbët e duarve me vaj dhe vazhdoj që t'ju jap formën qofteve. Në këtë mënyrë nuk ngjiten për duar dhe bëhen më të lëmuara dhe më të mira. Vazhdojmë tani kështu derisa të përfundojmë me të gjithë mishin. Dhe kështu duken të gjitha qoftet pasi kam përfunduar dhe ju kam dhënë formën të gjithave. Në një tigan me vaj të nxehur mirë, vazhdojmë të shtojmë qoftet dhe I fërgojmë për disa minuta derisa të na skuqen mirë në të dy anët. Qoftet e fërguara I largojmë nga tigani dhe vazhdojmë tani që aty ta përgatitim salcën. Tani në tiganin e njëjtë, me yndyrën që kam mbetur brenda, vazhdojmë që ta përgatitim salcën. Fillimisht në tigan do të shtojmë një lugë gjelle me miell. Vazhdojmë e fërgojmë miellin vetëm për 2-3 minuta, derisa të fillojë që të merr një aromë të këndshme. Tani këtu vazhdojmë që të shtojmë 250 ml me ujë. Për shije më të mirë, vazhdojmë tani që të salca të shtojmë 1 kubik me shije të mishit të viçit. Vazhdojmë tani që brenda të shtojmë edhe 250 ml krem pana ose krem kuzhine hopla. Dhe për më shumë shije në salcë, do të shtojmë edhe një lugë gjelle mustard ose senf. Ndërsa për më shumë shije në këtë gjellë, do të shtoj pak kopër të thatë. Nëse nuk keni, mund ta zëvendësoni me nëna gjik ose me majdanos të thatë. Tani tek salca që përgatitëm, vazhdojmë dhe I rikthejmë të gjitha qoftet e fërguara. Dhe pasi I rikthejmë të gjitha qoftet në tenxhere, vazhdojmë tani që t'i zjejmë në zjarr mesatar vetëm dikon për 5 minuta, derisa të na trashet salca dhe qoftet të thithin nga salca të bëhen edhe më të buta. Dhe të dashur miq, pas 5 minuta zjerje, tani qoftet janë gati. Salca është trashur mjaftueshëm dhe vazhdojmë që t'i shërbejmë. Ju mund t'i shoqëroni ato me pilaf, me patate të skuqura, me pire ose me makarona, sipas shijeve të juaja.